Qeveria e Viktor Orban ka nisur një konsultim popullor për antarësimin e Ukrainës në BE. Të gjithë votuesit po marrin një fletë votimi me post për të vendosur mbi antarësimin e ardhshëm të Ukrainës në Bashkimin Evropian. Vota ka pamjen e referendumit, por nuk ka vlerë juridike. Orban e përdor rregullisht këtë mjet për të legjitimuar pozicionet e tij euroskeptike. Në funksion të këtij votimi, qeveria po promovon gjithashtu një propagandë të pamëshirshme, postera gjigant me fotot e Ursula von der Leyen dhe Volodymyr Zelensky shfaqen në rrugë. Ne nuk do t'i lejojmë ata të vendosin për ne. Në një letër drejtuar votuesve, Orban pretendon se Brukseli po përshpejton pranimin e Ukrainës pa pyetur opinionin e popullit, ndërsa kjo do t'i shkaktonte dëme të mëdha Hungarisë, me rreziqe për fermerët, vendet e punës dhe pensionet. Sipas Orban, Ukraina nuk mund ta fitojë luftën kundër Rusisë dhe hyrja e saj do të shkatronte BE-n. Orban shpreson për mbështetje masive për të justifikuar pozicionin e tij për këtë çështje në Bruksel, por ai gjithashtu shpreson të ketë një argument në luftën e tij të brendshme kundër kundërshtarit të tij të rrezikshëm, Peter Magyar, i cili mund ta mposhtë atë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Nëse Bashkimi Evropian do të kishte qenë si sot në vitin 2004, nuk është e sigurt që ne do t'i bashkoheshim, tha gjithashtu Viktor Orban gjatë një forumi të partisë Fidesz. Duke komentuar pozicionin aktual të Hungarisë, Orban nuk e përjashtoi daljen e Budapestit nga BE, por shtoi: "Ne duhet të vendosim se kur do të vijë momenti kur ja vlen të merret vendimi për t'u larguar." Sipas kryeministrit, dalja duhet të ndodhë kur disa avantazhet e antarësimit të jenë më të mëdha se avantazhet, dhe tani për tani, ai moment nuk ka ardhur ende. Më pas, kryeministri hungarez ju kthye çështjes së antarësimit të Ukrainës në BE. Në një postim në Facebook, ai shkroi se nëse kjo do të ndodhte, ne mund të humbim gjithçka për cilën kemi punuar gjatë 15 viteve të fundit, pasi hyrja e Kievit do të nënkuptonte fundin e subvencioneve bujqësore, ulje të taksave komunale dhe shtesat e fëmijëve.